sepse feja është shpirtënore. Disa i shokure këtu e e bojnë një dallim jo të mirë. Edhe njerë, çdo çështje e njeriut është shpirtërore me Zotin. Besimi është shpirtëror. Po kthehem aty ku desha të them që kam parë në rrjetet sociale, për shembull. Kam parë për shembull njerëz të cilët në praktik duken shumë fetar. Shumë fetar. Po në rrjetet sociale janë shumë agresiv. Për që janë agresiv është ndoshta mund të jetë mendësia e tyre, apo është çashtu. Po janë ofendues, janë sharrës, janë të parët me gatishmëri të plot, me degradu dike. Kënej agjerueshëm, kënej dolar thot prej xhamis, kënej aktiv në rrjetet sociale me tema dhe tekste shumë banale, shprehje të cilat nuk i takojnë njeriut. Prandaj po detyrojnë pastaj palën tjetër, një palë detyroi palën tjetër me ju kthy me një të monedhë. Kështu ndodh, mund të vijë deri te problemet. Se unë kam thënë shumë herë Ridvan që çdo ofendim që ja bëjmë njëri tjetrit në rrjetet sociale është njësoj sikur ta ofendosh drejt për drejt. Se Zoti e sheh edhe publikimin që e bëjmë në rrjetet sociale, po e sheh edhe ato që bisedojmë në Messenger. Prandaj në këtë drejtim duhet me qenë lidhje me besimtarit e devotshëm, me adhurim të devotshëm edhe ndaj Zotit, me besimin e tij shpirtënor, duhet ta shmang veten nga ekspozimi i kësaj gjuhë të urrëties. Absolutisht. Që të prodhoj armiqësi me vëllezërit e tij, me motrat e tij, me kudo të familjes e kështu me radhë. Këtë mision keni edhe ju. Absolutisht. Jashari atje. Ne në këtë drejtim mbase nuk e keni të lehtë për shkak të kësaj klime. Nuk është edhe lehtë në një klim të këtill, për fat të keq që unë nuk dua të besoj që shoqëria jonë është bërë tëra e ditur. Po. E ditur për çdo gjë. Po. Për këtë arsye ekziston një rregull te dietarët besimtarët musliman që ai që thot nuk e di ka dhënë përgjigje të saktë. Prandaj na duhet më mësu në këtë drejtim, me mësu që me fol ato që e dim dhe jo ato që ne e mendojmë. Ne duhet misioni e jonë si hoxh, si imam, këtë Kosovën, është me mbjell respekt mes njerëzve. Njerëzit me kalu mirë, me pas raportet mira, jo me kriju armiqësi, sepse nëse shikon Kur'anin, nëse shikon thëniet profetike, praktikën, na gjenin një moment në Kur'an, një citat apo një praktik Muhamedit, dërgumit Zotit a.s. që japin drejt për drejt apo tërthorazi sinjale për armiqësi. Asku nuk ka.